ku në ëndër një zë i thot: O Ibrahim, Allahu të urdhron të flijosh shtëpirin tënd Ismail. Pra, Allahu kërkon që ta bësh. Apo është një ëndër nga pjesa e djallit. Ëndrën për herë të parë, Ibrahim a.s. e sheh 2 ditë para ditës së Allahu xhaleshahu e urdhron që ta bëjë këtë sakrificën me djalin e tij. Se Allahu xhaleshahu e urdhroi Ibrahim a.s. për një gjë të tillë. Që ta shohë a është ide Ibrahim a.s. për këtë shoqërim. A është Ibrahim a.s. i sinqert? A është Ibrahim a.s. besnik në fjalën që ja ka thënë Allahu xhaleshahu? Vetëm për këtë shkak Allahu xhaleshahu e urdhroi një gjë të tillë. Selam për herë të parë ka thënë Kur'an në atë vend. Duke shkuar në këtë vend të quajtur Mina, Ibrahim a.s. i asqaron djalin të vet. Nisën t'ia tregojë nga dalë këtë ëndrrën që e ka parë. Ismail a.s. thot: O baba im, o baba, bëj atë që të është urdhruar. Më ke për të gjetur me ndihmën e Allahut, si një nga ata që durojnë. Pra me këto fjalë, Ismail a.s. tregon binshmërinë, tregon devotshmërinë ndaj një urdhri të Allahut xhaleshahu. Ibrahim a.s. kur i dëgjon këto fjalë prej Ismailit, fillon që të ndjej një kënaqësi. Pse e ndjen këtë kënaqësi? Pasi që edhe biri i tij, pra edhe djali i tij, është një أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعلى آله العظيم. Falënderimet dhe madhërimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, ndërsa paqja dhe mëshira e tij qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër besimtar, pasi jemi në festën e Kurban Bayramit, e pashtë të arsyeshme që sot bisedojmë rreth kësaj feste apo më saktë bisedojmë rreth Kurbanit, historikut të Kurbanit, disa dispozitave dhe rregullave të Kurbanit e kështu me radhë. Edhe kjo asmundje, a mendon sa më i fuqishëm se tjerët dhe gjithë tjerët janë në hizmetin dhe shërbimin e vet. Ai prapsohet dhe largohet. Në
kategorinë e mosbesimtarit. Nuk guxon njeriu në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë të humbë shpresën te mëshira e Allahut të lartëmadhëruar. Pse? Për shkak se ne jemi në këtë botë në sprovë. Kella inna al-insana la yatqa ar-ra'ahu istakbar. Pra njeriu duhet të analizojë se kur sprovohet në këtë dunja me di elemente shumë pozitive, pra fuqia dhe pasuria ose pushteti, se si do të reagoj në atë moment. Herë njeriu kur e ka fuqinë edhe pushtetin edhe pasurinë, e ka edhe fuqinë, edhe mallin, edhe pasurinë, edhe pushtetin, por nuk janë të përhershme. Nuk janë të përhershme. Ne kemi pa edhe sa udhëheqës gjatë historisë njerëzore. Në Kur'an përmendet edhe Faraoni, edhe Karuni, edhe njerëz tjerë sa që për Karuni thuhet se disa njerëz nuk kanë pas mundësi t'i bajnë qelësat e depove që i ka pas pasurinë, e ka pas pushtetin. Por njerëzit që kanë pushtet, kanë pasuri dhe nuk sillen drejt sipas mësimeve islame, i tyre do të jetë se shumë i keq dhe shumë i dhimbshëm. Pra gjithë despotët, gjithë tiranët, gjithë fuqishësit që kanë maltretuar popullin e vet, fundin e kanë pas të dhimbshëm. Dhe ka qenë vërtet se një njeri i cili sillet keq, për fundimin e ka keq. Por edhe nëse krije familjar, Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pejgamberi alayhis salam thotë se Zoti nuk shiqon fotografitë e juaja, nuk shiqon pamjen tonë fizike, e as pasurinë që kemi. من hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sërish hadithi kutsi, Allahu fuqiplot thot, unë jam me mendimin e robit tim që ka për mua. Me kthimin e robit të tij tek ai, më tepër se sa që gëzohet njeriu kur humb mjetin e transportit të tij në shkëlqyer. Sa mund të gëzimi i tij kur ai e gjen atë mjet të gëzimi Allahu xhallahu për kthesën që thëtë nuk ka mundësi që ne të kemi përparim brenda kësaj shoqërie. Pra, në Tetov nuk ka hajër, apo në vendin tonë nuk ka hajër. Kjo pse vjen kjo fjalë? Shkaku se mungon bindja jonë në Allahun xhallahu. Edhe forma se si ne e shiqojmë mëshirën e Allahut xhallahu është e gabuar. Nga sa mëshirën e Allahut xhallahu brenda ndonjë shoqërie të huaj, krishtere apo jahudishte, ose shoqërie pagane, thot a gjede që më depërshtrojë. Në këtë formë, ne e kemi zgjedhur që ne si shoqëri ta kërkojmë mëshirën e Allahut xhallahu. A si ta kërkojmë në vendin tonë, si të kemi bindje për Allahun xhallahu, se dhe këtu ne e jep Allahu fuqiplot të mira, pa dyshim se do i gjenë të mira për Allahun xhallahu edhe në vendin tonë. Me një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Ibn Umar radhiyallahu anhuma e transmeton thot, kanë dëgjuar të dërguarin e Allahut fuqiplot duke thënë, Allahu fuqiplot e afron robit e tij në ditën e Kiametit, edhe në stjerë, edhe çfarë do thë. Edhe fillon Allahu xhallahu që t'ja kujtoj gjëjat e këqija që ka bërë njeriu gjatë jetës së kësaj botës, pas botës së kaluar, këtohet kjo, kimu anësh në ditën e Kiametit. Dhe i thot i drejtohet robit duke i thënë, o robin, atë kujtohet finon dita, si njerëz do themi po i madhi Allah, më kujtohet unë i bëra edhe atë të ditë i tonë. Atëra Allahu xhallahu do të drejtohet robit duke i thënë, unë në dunjo ti mbulova ato, ndërsa tash në ahiret t'i falja. Pra është tjetër e rëndësishme që njeriu edhe në qoftë se ka bërë një gjunah, gjunahin e tij mos e shfaq për njerëzve. Atëherë kur njeriu e shfaq
përmes time që Allahu Gjellësharu o Gjellëgjellalu të më faqë. Para mendoni, Aliu radiallahu anhu thot, në qofë se njeriu bën gjunah në dunja, dhe Allahu ja falë këtë gjunah, ja mbulon këtë gjunah në dunja. Edhe kufit ja ka të regu, Allahu Gjellalu, dhe kër ka të regu me let, ka të regu e kufit, edhe ka të dërtu të qabdi. Bravo. Gjalla muslimej. Na bon neve muslimej. Muslimej dy. Dhe të arabët ka një. Me pranon neve lut. Unë ndërtu qapja. Kër ndërtu qapja, Allahu Gjellalu e urdhën Ibrahim a.s. të tua. Adhin të nasi bil haqq. Bëjnë të bëjnë haqë. Haji nuk është për Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim a.s. ka ndërtu qapë. Allahu Gjellalu ka urdhëruar Ibrahim a.s. të thirrë njerëzit të bëjnë haqë. Njerëzit ka shkuar të bëjnë haqë, edhe kanë vazhduar të bëjnë haqë. Por me kalimin e kohës i kanë ndërruar rregullat e haqit. Edhe ne vazhdojmë sot e kësaj dite, pra haxhit kur shkojnë atje, praktikojnë ashtu si ka praktikuar pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, me farze, me vaxhife, me sunete, praktikojnë mënyrën se si na ka mësuar pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Në këti ordhim, ki gjali Ismail a.s. Nërko, Allahu Gjellalu e urdhërar që ta bëjë kurban. Ç'është manaja e kësaj? Manaja Allah dhe respektosh. Pra Ibrahim a.s. Allahu Gjellalu urdhëron, Ibrahim a.s. Allahu Gjellalu urdhëron, fëmijën e vet ta bëjë kurban, ka pas qëllimin Allahu Gjellalu të bëjë kurban gjallë, po e ka. Kjo ka qenë shprovë madhe. Urdhëron Ibrahim a.s. ai kur merr ta zbatoje, Allahu Gjellalu e zaventson me një kurban për xhenetin, e përkujtoi Ibrahim a.s. Pastaj kur therim në kurban, e therim për hir të Allahut të bëjmë ibadet. Nuk veprëm si kanë vepruar ata idhujtarë. Çka kanë bëjë idhujtarë? I pakin në kafshën që ka pretë kurban, se kurban e kinë parasysh ka të thotë. Fjala kurban do të thotë tekarrub. Për vjetë tekarrub do të thotë afrim. Ato i kanë thënë kurban, atë në putave të veta, mos u afrohet në putat e vetë. A ne therim kurban për hir të Allahut, për të afruar te Allahu Gjellalu, edhe për solidaritet, për të ndihmuar nevojtarëve. Në mishën kurbanit të ndihmojmë nevojtarëve. Idhujtarët kanë gjakën ati kurban që kanë thërë për ato putat e veta, i kanë varë qabe, kanë përlin qabe. Allahu Gjellalu thotë, "La yanala Allahu luhumuha wala dima'uha." Nuk ka nevojë, nuk shkon te Allahu Gjellalu as mishi, as gjatë. Devotshmëria tek Allahu, por inna salat, thuaj, lidhja e rregullat, të gjitha këto janë për hir të Allahut, për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Pra, është shumë e gjatë. Është gjatë. Ne kërëm kurban, kërëm Ibrahim a.s. Njën e ka thërë viti për familjen e vetë, njën e ka thërë për umetin e vetë për ata të cilët nuk ka. Këtë marrë në kësi argument, ata e këtua esë, në të zjasë, por në vërtet. Një familje vetëm kashë, e shka. Pas janë, në atje meket, në minë shqipere, shka këtë që ka fërtore të madhe, e në aj në shpërbon atë fere, e në shpërbon shpërbon. Kiftë të njën shpërbon, ku ka në dojë. Pra, është një lëtë të të bëjtë ne,
Sot është e ditë Bajrami. Është e kurban Bajrami. Dito të Bajrami e Bajramit, pesës, pra do të bahen e regullave, unë është të kërës gjatë të imamit në hitëve da përmendje shkurse për disa, shkak se koha u bo, do të gjatë në temur. Pra, në Bajramit i ka kire qatë, se i ka kire qatë. Edhe Darë të vetë, i lidin durët në mes, edhe lezëm së të hanë. Edhe pastaj, i marë, e në treti krije, Allahu Akbar, i shëllurë. Allahu në hamide, e në përëqojët, Allahu Akbar shkërë. Sirde dhe në di sirde, pastaj qojme në krapë në kamë. Edhe imami fillon me lezimin e Fatihas edhe një sure. Allah dhe në njërë e kërënën të dhe kapur, që e përë dhe shpër. Këto që i bje në bërë përve, në ato në turinat të kurbanit në vëzat të kubit. Tash, fillëm me namazin, e pastaj pas namazin, hizbja, e në vazhdojmë pastaj në përqe, inshallah. Tash fillëm një dua, tash i pas të lidrat edhe pastaj vazhdojmë. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وغفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا وعافنا على نعمة لا وفرنا ولا هم الا قومك ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته وخالق الحمام به ونصر الا قضيته. الله تعالى على المسلم الى وحي ولاده وزواجه واصحابه وسعى اللهم تعالى على المسلمين والمسلمين وتعالى الاسلام والمسلمين وشفي شر اعدائك واعداء الكتاب الظالمين الظالمين. ربنا اتنا في حسنه وقنا عذاب النار واغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب. اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في عوراتنا وامن عافنا اللهم احفظنا من بين ايدينا وخلفنا وعن يميننا وشمالنا. اللهم صل على محمد وعلى dalën para xhamatit për të mbledhur për nevojat e xhamisë. Kjo letra ka ra poshtë nuk se pas, tash përfundova me desin atëre poshtë. Inshallah se do kemi mundësi të bëni gjerë. Ne plotësoni edhe drejt. Ana e bësh një siren.
Turquia. Tot nagrada, do të thënë ti gjova ndaj po. Ata I ka bëu ndihmon, ava është për gjatë. Këtë ka bëu që bërë, mund ndihmon, ava është për gjatë. Nuk ka hapë, Around there, no, it's enough. No.
Pare, si me të trener të ishë pare. No, po Facebooku që. Kabul ettiği bu. Herkes size